Vetëm një ditë pas rikthimit nga Greqia kuftoi emigrantët të rikthehen në vend. Kryeministri ndau për ndjekësit në rrjetet sociale eksperiencën e një prej tyre që tashmë ka investuar. Së bashku me vajzën, siç shihet dhe në material, banesën e paraardhësve e kanë kthyer në biznes. Kam emigruar rreth 14 vite në shtetin fqinj grek dhe jam kthyer në qytetin e Vlcyrës. Aty kam hapur një biznes bar kafe. Vazhdova për 20 vjet në Vlcyrë dhe më mbrapa erdha dhe rindërtova shtëpitë e prindërve të mi në fshatin Kalludish. Pas disa vitesh unë riktheva shtëpinë time në Bujtim. Duhet të kthehen edhe njerëz të tjerë akoma se vendi ka nevojë, nuk mund t'i bëjmë neve të gjitha vetëm. Në takimet në Athinë dhe Kret, Rama theksoi se emigrantët duhet të shfrytëzojnë mundësinë para se vendi t'i bashkohet Unionit, pasi më vonë do të rritet vlera e pronës. Përmes rrjeteve sociale, kryeministri Edi Rama vijoi dhe ironit me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Kjo narkodiktaturë të ndërruara zonja. Me anë të një video në Facebook, shfaqen disa bufa, teksa në sfond dëgohet zëri i kryedemokratit i cili akuzon kreun e qeverisë se fshihet pas arrestimeve të opozitarëve, kur Rama i vendosi mbishkrimin në rrjedhje të lirë. Apo si sportist në një kohë kur ai